Përshëndetje gjithë shikues të emisionit Andër, me mua Guxon Shale. Jam pikërisht në Gjenevë. Në Gjenevë të një shqiptar. Saktësisht janë 5 vllazni. 5 vllazni të suksesshëm në Gjenevë. Do të na pret në firmë përparim bytyqi, ka histori të bukur të jashtëzakonshëm për të na treguar se si ka arritur deri këto, historinë e tij, jetën e tij. Firma Imotek, po ashtu përveç këtu në Gjenevë ka edhe në Kosovë një firmë të tij. Domthon sa jep në Gjenevë, normalisht jep edhe në Kosovë. Po ashtu kur jem të falënderimit, falenderoj rentacarito.com dhe ju falenderoj gjithë juve shikuesve që na shikoni. Kështu që hajde se po na pret përparimi. Përparim. Përshëndetje, si a je mirë? Mirë, faleminderit. Faleminderit që na hape dyrë, si shqiptar, si e mirë pret shqiptar. Ju lutem në vetën se shtëpinë juve, mirë se erdhët. Kështu që unë po vazhdoj, po hypom tek zyret e tua, po vazhdojmë bisedën edhe na tregon pak a shumë edhe pjesën e filmit. Domthon këto futemi tek pjesa ku ti zakonisht qëndron. Qëndrojmë pasi kalojmë ditën tonë duke punu, duke bë ditë. Qysh po kaloni në Gjenevë mirë? Mirë, përgjithësi. Apo e keni bë jo si në shtëpi? Tash si në shtëpi, jo bashkë si në shtëpi, ja se shtëpi është diçka më ndryshe, është më origjinal në shtëpi. Si ki fjallën për në shtëpi në Kosovë, është ndryshe. Ja, normal, po. Përparim, kjo firma Imotek, domthon që ty ka zyre, qendrën, domthon e ka këtu? Po, eksakt, këtu jemi. Me birovat, me ekipet efektive që gjatë javës punojna, domethënë këtu i bojna aktivitetet e punës tonë. Mu lodh nuk lodhni? Ja pa lodh nuk ka gjë, ja lodhemi me thonë drejtën, lodhemi, ja po lodhemi. Se na zakonisht e kemi, po flas na shqiptar thojmë ku lodhni, kështu që zakonisht punëtori lodh. Punëtori lodh absolutisht që po. Po kam jetë më thonë se nga vullneti që mi u thonë njerëz i vullnet që s'lodhemi të punu, po jo faktikisht lodhemi. Po lodhemi për të mirë kuptohet. Kështu që po futemi shikues dashur tek falënderit. Kjo vendi i firmës Imotek, domthon është i gjanë, ka shumë. Përparim ti je këtu, ha? Po që këtu kemi filloj zyre të vogël në këtu që merren me punët e javës, me organizimet, me urdhëresat, me pranimin e urdhrave pe klientëve të ndryshëm. Kështu që kjo është dita jonë rutinore, domethënë fillim e të javës dhe në fund të javës. Unë realisht po kërkoj për me shku një reklam komplet pjesën e firmës, e kemi pamje të ndryshme, me një reklam dhe pastaj kthehemi prap një bisedë ku do ulmi me përparimin, flasim për jetën e tij, se si ka arritur nga zero, ka ardhur këtu në fakt edhe sot është për shqiptarëve të suksesshëm në Gjenevë, po ashtu edhe në Zvicër. Përparim fakt ullëm edhe qysh e ka hije shqiptari me pri shqiptari, unë e pequj si sofer e vogël. Faleminderit. Kështu që faleminderit edhe njerë që na hape derën. Faleminderit ju takon juve, stafit juve. Jer si pikë e parë keni bërë kilometrat e tëra për të ardhur me na vizitu neve. Ne që bëjmë shumë, çdo rrugë që keni bërë, çdo hap që keni bërë, edhe mbi gjitha hapësinë që po na jepni neve si diasporë, këtu ku jemi me familje, me punë e me çdo aktivitet jetësor që e bëjmë. Juve faleminderit. Faleminderit, po kem dëshirë me ahjek pak atë mallin e vendlinjës me pa edhe shqiptar prej Kosovës si vinë me RKS. Edhe unë po ta them se po, jeni të arrit qëllimit edhe mos nani se po na afroni sa më afër Kosovës, sa më afër vendlindjes tonë, faktikisht për të cilës nuk mundemi nda dhe as lehtë edhe që jemi jashtë diasporë. Pse jemi këtu është më tregu shqiptarëve që Bytyqi, familja Bytyqi, prej zeros sot ka jetë këgja shumë, domthonjën të parë në Gjenevë, e po ashtu ka kontribuar në të gjithë kantonet e Zvicrës ku ka shqiptar, për shkak se normalisht. Atëherë ne jemi një ndër shqiptarë të parë që janë në Gjenevë faktikisht, këtu ka shqiptarë që kanë arritur shumë edhe kjo na bën më kon shumë të lumtur edhe shumë të kënaqur, sepse nuk jemi vetëm këto rrëtim të këtij udhëtimi të faktikisht arritjeve,
Atëherë për më folë për arritjen deri këtu ku jemi sot, na jemi një familje e cila vim për një fshatit Baballaq, komuna e Deçanit, ku jemi 5 vllazën faktikisht. Gjatë luftës na bëni puna dhe lufta edhe faktikisht na bëni pak forca për t'ikë pe vendit tonë atje ku e dojna më shumë se çdo san, edhe më shumë se vetveten ndoshta dojmë atë vend. Po na bëni lufta, na bëni forca për të ardhur për t'ikë, për ta marrë një rrugtim ku as vetë nuk e dishim se ku do nalim apo ku do stagnojna. Realisht, me fillimin e luftës në fshat, neve para se me fillu lufta në fshat, neve na dolli një faktësi një vjet 2 muaj para se të fillon lufta, na vdes prindi, moshën 42 vjeçe, një moshë shumë tre, ku neve na la fëmijë të vogël, më të madhin vëlla 15 vjeç, 16 vjeç faktikisht, i madhi. Edhe na u bë një farë lloj shoki ku faktikisht mendoja që nuk do jetojmë më. Edhe si e hopëm disi veftën e t'jetumit. Se t'jetë një moshë shumë të vogël, pa prind, me një jetë ekonomike shumë të rëndë. Si që dim tonë para luftë e jeta, si ka qenë për fshatrat e Kosovës, të shumë familje të tjera, ku shumica faktikisht kemi jetu në për këto rrethana. Edhe ndonjëherë më doke shumë e pa kuptimt ku shokët e mi të klasës qeshin u mund kishte vdek baba një javë më përpara. Më doke si çdo gjë është terr dhe çdo gjë nuk do të ketë më dritë. Po me fillimin e luftës, e morëm këtë udhëtim, ikem në Shqipëri si familje, edhe najtëm në Shqipëri po dykun një 6-7 muaj kemi najtë në Shqipëri si refugjat, e lam një vëlla, moshën 15 vjeçare në luftë, i cili nuk është shumë modest, o s'ka që më folë rreth kësaj pjesë, edhe do t'jem shumë i kujdesshëm që mos t'jap shumë lavdrata, se lavdratat folin vetë edhe aja pjesë që ka marrë atë guxim që ta bojnë atë farë lloj jehone, që ta largojnë atë zullumçar një herë për gjithmonë, janë të gjithë meritor. Edhe do t'ju jemi falenderues edhe me mira vjetë edhe me mira shekuj. Është ajo vetë historia që e kanë bua ata burra, Ushtria Shqiptare e Kosovës, me ata burrat e cilët sot ne e përjetojmë dhe e gëzojmë lirinë ku jemi sot. Edhe ja, morëm rrugën, ikem në Itali, udhëtim shumë i dhëmshëm me thënë drejtën, sepse në atë kohë për t'ikë më dalë në Evropë ka qenë çdo gjë e kufizuar, çdo gjë e limituar. Kemi bërë një udhëtim mes jetës edhe vdekjes. Ku them mes jetës edhe vdekjes, duhet me pas parasysh se për vetë faktin që për të udhëtuar më dalë në Itali, e kemi rrezikuar jetën të ikë pej rrezikut e në rrezik, kemi hyrë me një motor skaf. Edhe kemi trupu krejt detin, gjanë e gatë për dalë në Itali, për një jetë më të mirë, për një familje më të kompletume, ekonomikisht, financa, dhe në tëna jetë, në tëna mënyra të tjera. Në këtë rrugtimin që e përmend, sa vjeç ke qenë? Atëherë kjo është ajo që e bën edhe më të dhëmshme, është sepse unë kam qenë vetëm në moshën 13 vjeç. Vetëm 13 vjeçar. Kur unë kam marrë në Zvicër me 27 janar vitit 1999 kemi hyrë për herë të parë, domethënë në Zvicër, unë kam qenë vetëm 13 vjeç. E ke kthy si i vogël kokën mbrapa me thonë, jam duke lënë vendlindjen. Jam duke lënë vendlindjen e babait. Absolutikisht. Tash nuk po duhet më u dhonë si shumë advadasha, si shumë patriot, si shumë i lidhur me shtetin tonë, po ai që nuk e thot, faktikisht nuk e ndin vetën, në duhet me thonë me patjetër që po, absolutikisht. Na mungon çdo gjë. Një guri më sa i vogël i atij fshati, atij përjetimit, asaj moshe, na mungon edhe për fatin e mirë që sot po shkojmë lirshëm edhe po vizitojmë shumë shpesh. Erdhën në Zvicër bashkë me familjen, në fakt. Çfarë ndodhi në Zvicër? Atëherë në Zvicër, si çdo mërgjimtar, kisha mujt me thonë, ishim si status refugjati. Si s'kishim drejt përveç me konë si banor, domethënë banor të përkohshëm, pa një definim të një statusit caktuar që ta jap mundësinë për me jetu edhe për me vepru, përveç që ishim si banor aktualisht, me një status shumë të limituar, azil. Aty na qunë shkolla,
fillova një shkollë quhet parashkollore në mësurjen e gjuhës. Francesht quhet classe d'accueil. Edhe e mësum për mes 4-5 muajve kapa gjuhën shumë shpejt franke këtu, edhe më qitën në klasë normale. Si fëmijë po flas atë çka kam përjetuar në gjatë udhëtimit shkollor deri këtu ku sot jam aktualisht. Në një klasë normale, kuptohet me një moshë tash 14 vjeç e gjys 15 vjeç, ajo e mungesa që një ditë po kthym Kosovë nuk do të kemi financa që ta marrojmë një shtëpi apo që ta ndërtojmë një shtëpi apo ta renovojmë atë shtëpi që se kishim sigurt edhe kishim mos e bindur që ishte kallë në bonë rrafsh për tokë, se lufta bot vetën kuptohet edhe ta kesh një barbar si që ka qenë Serbia është e pamundur me ika sajna që nuk ta fal një sekundë. Edhe kështu që kam bo një shkollë këtu për shtrimin e dyshemeve me tepija dhe parket. Asgjë s'kam bo ma shumë se sa që e kam marrë një profesion të prindit tim që kam desh me përjetësu, edhe këtu e bona një shkollë quhet certifikat de kapacite, është një certifikat e kapacitetit asaj lamie, edhe jam sot profesor i praktikës, kam edhe nxënësa që e kryjnë shkollën praktike në 3 vjet të kone, që hapa një kompani, faktikisht para krejt të në gjanëve, hapëm një kompani me të cilën sot jemi këtu ku jemi. Përvarem sa kohë ka marrë kjo pjesë për me hapë normalisht edhe kompaninë, edhe me bukur është që ke marrë profesionin e babait, e ke pas si fëmijë gjithmonë ta kesh si ëndër. Po, absolutikisht. Më kujtohet si fëmijë gjithmonë në foça në dhomën ku i kishte ato makineritë e punës që bonte prerin e dronit, e më the sharrat e dronit. Gjithmonë ja preksha që i rujke me fanatizëm se ishin të shtrenjta, po e prishe, po e dëmtove për ta rekonstruktuar, ishte një gjë që kushtonte në atë kohë, shumë sa me kujdes, me fanatizëm i ronte. Edhe gjithmonë e kam marrë atë pjesën që një ditë do marr këtë profesion të prindit, edhe për vetë faktin që vdes shumë i ri, atë si me fanatizëm, patjetër që e rujt, edhe doja patjetër që ta çoja deri në fund këtë rrugë. Këtë patjetër, po. Pastaj koha e shkollimit domon more, sot ka marrë kohë domon me hap pjesën tonë domon kompanisë. Atër masi e kreva shkollën, u diplomova faktikisht në këtë lami, e pa është arsysh me të hapë një kompani. Vetë? Jo, me vllazni faktikisht, ka qenë vllai i madh, iniciatori kryesor, që në vitin 2003 ne kemi një kompani. 2003? Pe 2003 ishte funksionon gjithmonë me vllazni grup, do të thonë kemi vllajin e madh, jemi në atë arshinë të nërshme akoma që i madhi Pyetet gjithë? Pyetet, merr vendime, neve jepim dhe ne kritika aty këtu. A i përmoj ka kuletën? Pa, është puna kuletës të shqiptarët e ka një vjetë që në ri. Po si do që tjetë, vllai është ai kryesori që e mori iniciativen për me hap një kompani, e pa më atarsyeshme me punu për vetveten, me kallëzu veten që jemi të zot me arrit diçka. Edhe jo pse jemi me një shtet siç është Zvicra që nuk mund të rrit kur realisht Zvicra të jep çdo mundësi për me arritur qëllimin e caktuar. Kem pas fatin e mirë që Zvicra na ka përkrah. Edhe neve hapëm këtë kompani faktikisht, të cilën e kemi akoma sot. Kemi punëtorë që punojnë për neve, kemi njerëz që marrin rrogën në kompaninë tonë. Jemi dikon prafërsisht në kompaninë Imotik, sot dikon 45 punëtorë. 45 punëtorë. E ke menduar përpara që një ditë do kesh 45 punëtorë, një ditë në fakt do i paguash edhe punëtorët, e ke menduar këto, ke pas? Thonë drejtën, çdo ëndër, çdo njeri që ndron diçka, nëse si e ka jetën e mirë edhe e ka me përkushtim, unë mendoj se ja arrit. A kom mendu ndonjëherë që të kem 45 punëtorë, ndoshta ka qenë një shifër shumë e madhe që s'kisha me kur që do ja arritin, faktikisht më kon shumë i sinqert. Po ja që nevoja punës e bën që ti patjetër duhesh me angazhu edhe me pas forcë punëtore në kompani. Po jo, asnjëherë s'u mendon që mund të kem 45 punëtorë. Sot jeni të suksesshëm me vllazni? Absolutikisht. Neve dhe vllaznia jemi si një farë lisi me rrema, një trungull që gjithë jemi të kapur për ta. Memoria krejt kësaj arritje, memoria krejt kësaj që sot ne jemi këtu, është falë edhe vllajt tonë të madhit, i cili ai gjithmonë me iniciativat është mund të thonë prindi që ai na ka zëvendësuar pjesën e prindit faktikisht. Mungesën e prindit na ka zëvendësuar. Pa vllazni, çfarë mendon? Që kishe bë, kishe qenë? Çka i kish ndodhur një del me midis malit vetë. Pa çoban. Kish rrugë. Kështu do ish edhe ti pa vllazni.
të isha më shta edhe ma keq. Edhe ma keq. Edhe ma keq, kisha më thonë. Falë Zotit shqyrë që kemi vllaznin edhe falë Zotit asajna që jenë mundësit me që mirë së të nërveti, edhe pe kemi këtë farloj solidariteti, për vetë fakti që nështë edhe jeta e tillë në boni neve që më pa dashkja, po me dashkja, do të jemi bashkë për vetë fakti që në vdes për indiri, kanë të vlavi vogër, qanë të me dhe një tjerë, qanë të i vlavi qanë që me dhe një tjerë, i faktikisht në ishim dhimët në vlajtë, në ishim edhe ne. Edhe kjo në ka po më konë kështu ku jemi sot, edhe ja, kjo është ajo që sot jemi këtu ku jemi. Jetoni me një vend bashkë? E keni marrë në ndërtesë? Edhe kjo është shumë interesante, po, jetoj me një ndërtesë. Në ndërtesë? Me një ndërtesë, jemi, dhe më thonë përdhejse, kemi vlajnë katin përdhejse, unë jem dytin, vlaj i dytë është në tretin, kështu që jemi me një ndërtesë 3 vllazni, aty vllazni tjerë kemi ndërtesën përballë. Gjithmonë kemi ndajt. Kush e ka atë penthouse-in? Atë këtë vllaznia valla. Çat penthouse-in këtë vllaznia po rrinë vetë. Jas, toni si thon drejtën. Kjo është e bukur kur i shef vllaznin bashkë, që punojnë, arritin edhe nuk kanë domon kemi për tyve që kanë edhe i nati, çfarë domon çka s'ndodh. Për fat keq. Po e bukur është që jeni fuqi, jeni krah i njëri tjetrit. Nëse vërtet. Përveç pastaj përveç firmes, përveç kësaj ti ke qenë edhe po quaj bokser. Hani mundu me qujt. Mundu me qujt për shkak se me Po isha. Çka të lidh kjo pjesa e jetës jashtë kësaj? Atëherë kjo është krejt diçka tjetër, faktikisht kam qenë si fëmijë pak i lasdrum në këto pjesë të armas që ka qenë me sport, box, kickbox, rrahje. Gjithmonë më rrit me ata filmat e të rrahjes se ka lidhë sepse kam desht shumë sportin. Edhe kam pas fatin e mirë që të futem me një klub të kickboxit këtu në Gjenevë, ku për fat të mirë gjeta shqiptarë të mirë shumë aty, se ka shkoj shqiptarë të mirë. Gjeta të shqiptarë me të vërtet shumë të mirë, që më deshtën si sportistë, që qenë sportista edhe ata vetë. Edhe me Mepen Koraju. Po ti thash, unë e marrë më bo bokser si jo, po shumë mirë. Edhe morën nga të vetit, faktikisht, mas një vit jam ra me bo për shampion Zvicrës gjusëm, i bjen amateur faktikisht, ku s'pata shansë hupa me pikë, edhe u deshprova i famnjërë, thash, s'do bëj mu. Po ja se vullneti për më kalzu edhe ma shumë, si puna e punës biznes, ke që gjithmonë më kalzu edhe ma shumë, edhe të eksport, ishte një ta gjo. Po ta fatin e mija atër morën një farë organizatë e kickboxit Zvicrës të në Gjenevë, edhe i kam diku një 17 meqe gjësën profesionel në full kontakt që uat. 17 meqe? Po 17 meqe, gjësën profesionel. Nokaut, kjo bo? Atër, unë personalisht për fat mirë nuk e mëra në nokaut. Më ka ndollë që kom qitë në nokaut, po ku kom pas që ka du mëra në nokaut, nashta kom dërëzu krejtë. Se shqiptarit i vjen pak marrë, po ja nuk më ka përpuzë. Faktikisht për 17 meqe që i kam 3 të humbra. Sot, je ofër këti sporti? Sportin nuk e lanë. Ashtë suku një livadh pa ujë që thahët. Po se vadite, thujnë të nëmë shatët e thahët livadhi. Edhe në pasport ndokët që të herë në kretë. Kështu që jo nuk e lo sport, absolutikisht vazhdoj prapë. Kam vazhdu atër edhe me do trajnime ndryshme ndërkombëtare, ku kam pas fatin e mirë që të diplomohem edhe këtu në Zvicër si instruktor i mbrojtjes Stafford, ose se quhet për ndryshe asistim sigurie publik, quhet asistim sigurie publike. Asistent sigurie publike. Jam diplomuar këtu në Zvicër, sot kam epitetin e instruktorit e mbrojtjes Stafford, kam bërë trajnime edhe në shtete tjera të ndryshme, kam bërë trajnime edhe si instruktor self-defense, mbrojtje legjitime, ndoshta mund me përkthy kështu në këtë pjesë. Kjo pjesa e sportit është ka pak më shumë, me emocione e përshkruaj. Që je si instruktor, në fakt? Përveç kësaj, ma përmende edhe ke qenë instruktor nëse nuk gaboj edhe në Izrael, apo... Atër, instruktor në Izrael nuk kam qenë, kam qenë me bo trajnime në Izrael për instruktor. Po, self-defense, po. Atje kam kryi një trajnim. Do më mirë këgna, nuk ja pas na... Ja, shumë mirë. Shiko njeri ku të bënë shumë etapa në jetë nga njëherë edhe s'mot një përmbyll gjitha, po, në Izrael kam qenë, kam bo trajnim në self-defense, me një shkollë shumë të njoftën atje, ku jem diplomuar dhe atje si instruktor në self-defense. Ku ka qenë ma vështirë? Ose ato që e ke marrë që të kanë ndihmu shumë më shumë? Shiko, nëse si e merr me pasion, asgjë nuk është të vështirë.
sepse e dën ti atë sport, e dën atë lami, edhe çdo gjë bëhet e lehtë. Ndoshta kisha mund të thonë që në Izrael ka qenë ma vështirë, pak kanë kërkuar më shumë. Jo që këtu në Zvicër nuk kanë kërkuar, po në Izrael për vetë faktin që ata ke më shumë praktikë se sa teori. E praktikën ata e aplikojnë më shumë, domethënë. Në Kosovë instruktor? Në Kosovë në instruktor nuk kam Nuk e bë. No, nuk më ka shku. Kom bona i trajnim aty këtu, tash s'po du edhe fort ndoshta më hap. Në atë kuptimin asajna që s'po du me jep emra, po kam trajnuar aty, po kam trajnuar dhe njerëz pak mirë shumë. Po kam trajnuar. Me shqiptar mirë? Absolutikisht që po. Apo ma të vështirë? Po kur nuk e ndih vetëm më mirë se me shqiptar. Ndoket vetja edhe më i mirë kur jam me shqiptar. Edhe jam më i artikulueshëm ku shpjegoj mbrojtjen apo shpjegimin e heqjes një thike apo një armë apo një mbrojtje apo një evitimit të një konflikti, jam më i shpjegueshëm edhe them më vonë se ndoket që e du pak më shumë i dhon shqiptarëve këtë farë vëdësimi. Të kthehemi tek puna e biznesit, sot je hap shumë më shumë se si ke qenë? Po, absolutikisht. Po. Jemi të hapur më shumë kur sot kompania Imotik Konstruksion SA, si thash ndër vete ka 45 punëtor, po jo veç asaj, në neve edhe si kompani kemi edhe ekipin tonë të arkitekturës, cilat merren me plane, me vizatime, me projekte. Faktikisht sot firma jonë marrim, thajmë ndërtesa, renovojmë, shesim ose përndryshe bëjmë edhe toka, po na jepet mundësia sot shumë e vështirë tash. Po bëhet e vështirë, po ja dalim disi që blejmë edhe toka dhe bëjmë ndërtime dhe shesim, quhet i farë mentaliteti me qenë sa ndorë. Në kohë pandemisë keni pas? Kemi pas të lashe, po. Kemi pas të lashe? Kemi pas të lashe, faktikisht. Në kohën e pandemisë për do ditë kemi qenë naut, kemi qenë jashtë funksionit total. Se që asisoj kja dhe këto funksionimi, po shteti në ka një mu shumë, shteti në ka najtë, që të mos kantoni Gjenevës ka qenë shumë i kujdesshëm të kompanitë e mëdha, të punëtorë që ka qenë të angazhuar kompania që t'ju nimoj që t'ja arritim që të paktën të solidarizohen me rrogat fundmuaj që njerëzit t'i kanë të ardhmat e ty në fundmuaj. Normalisht i përmend edhe vllaznin, e bukur është që njëri vëlla është edhe në parlament. Atëherë ka qenë si kandidat për deputet Parlamentit të Gjenevës, ka punuar si këshilltar komunar këtë në komunën ku jetojna, është si shefi një asociacionit këtu në komunën ku jetojmë, quhet Komuna e Vërnierit. Po jemi është i evolvuar dhe është i aplikuar në disa një parti politike mos gaboj këtu. Se është shumë edhe ai. Sa parti politike keni këtu? Po janë bukur. A keni shumë? Po këtu janë shumë. Po janë këtu shumë edhe janë më të padisciplinuar se sa në atje. Po absolutikisht, politika bëhet vetë. Politika më mendja mua që bëhet vetë, s'kam një urim politik fare, po më mendja që politika bëhet vetë, po patjetër. Ka parti. Për në fakt në zyrën tonë gjithmonë shoh heronj të kombit, po ashtu Shqiponin e kemi, domthonë ne njihemi. Absolutikisht. Çka është Shqiponia për ty? Shqiponia është identiteti shqiptar. Aja më jep identitetin edhe aty edhe një veten që jam tamam shqiptar. Kurse qeni të rrëthum me figura patriotike dhe që kanë bërë shumë për popullin, mendoj që duhet çdo shqiptar të kemi këtu në shtëpi. Çka e bën një shqiptar të jetë tipik shqiptar? Ta duhet vendin vet, ta doj vendin e vet. Ta çmoj të kalumën në vendit e vet. Mos ta harron të kalumën në vendit e vet. Në popull i cili harron të kalumën në vendin e vet e ka të ardhmën e zhdukur. Të ardhmën e zhdukur. Të ardhmën e zhdukur totale. Prandaj që të jemi të kujdesshëm shumë, mos ta harrojmë të kalumën se kemi qenë një popull të cilit kemi vujt shumë. Edhe për fat keq nuk po dojmë na këto vujtje. Jemi duke harru? Unë kam shumë kontakte me njerëz të ndryshëm edhe këtu në Gjenevë, edhe jashtë Gjenevë, edhe në Kosovë ku shkoj takona më shumë njerëz figura publike që i adhuroj dhe i shqimoj shumë. Çdo njeri që bën një gjë sa do të vogël për atë vend, ajo është shumë e madhe. Sepse për Kosovën nuk mjafton me bë pak, edhe nuk është e mjaftueshme me bë ata që e ke bën një herë, duhet me bë shumë herë. Pse e kemi vjedh vendin? Pse kemi vjedh vendin? Shiko, tash më konë shumë transparent. Unë nuk ka fjalë më të keqe se vjedhje ose hajni. Si dush ta përpiloj.
kërkon kja fjallë mirë nuk është bota, s'kon heq. Po pse kemi vjedh vendin, nuk isha më thonë për cila të vjedh vendin, e kena ndërtu vendin, jemi të ndërtu vendin. Nëse që kemi vjedh vendin, e kemi hek ato që e ka vjedh, e kemi puti ka që nuk dërë me vjedh vendin. Po nëse që i vjedhin edhe këta, vend për hekim edhe këta. Edhe për ta bim dikon tjetër që nuk e vjedh vendin. Unë nuk isha më thonë që kemi vjedh vendin. Unë isha më thonë ma shumë që e kemi ndërtu vendin. Kemi mujt me bo ato që kemi bo, kanë mujt me bo ato që kanë mujt me bo të parë tanë, babalar tanë, gjëshërit tanë, edhe ta shëtutje të bojnë ashtë ka të mundu më bo më të mirën për atë vend, po ma mërmenje që mund të bojmë edhe ma shumë, edhe kemë për të bo ma shumë. Përparojmë në mes Gurbetit dhe vendlindjes. Çka të ka mësu kjo pjesë? Mes Gurbetit edhe vendlindjes, më ka mësu që me pas një mallë që nuk mund është më ngi kur më ta. Ashtë realitet, s'po du që më thonë me tregu si çdo njëri në fakt e shprejt e ka jo që poshtë vërtet, se dikush më thonë pse s'po kthehesh, ose nuk po shkon, po unë shkoj edhe kthejna dhe më shumë e du vendin tëmë dhe po du më tregu shumë patriotër, më shumë e du vendin tëmë dhe gurët e vendit ati ku jëm linë, se sa ku jëm. Du me të avon një pyetje tjetër, në fakt po du me të thonë, çka të ka jep Gurbeti që s'të ka jep vendi yt, edhe çka t'jep vendi yt që nuk t'jep Gurbeti? Vendi yt t'jep të kalumen. Vendi yt t'jep atë dhe dashurin, t'jep vendlindjen, t'jep identitetin tonë që ki. Kush ky vend s'po t'jep kur? S'po t'jep ky vend ty identitetin që t'jep vendi yt Kosova. Sepse unë para prakisht kur t'njoftuna unë i them jam shqiptar. Nuk mund t'i them atina unë jam kush? Ja, unë jam shqiptar. Edhe që jetojnë në Zvicër, po marrim shqiptar që jetojnë në Zvicër dhe veproj edhe punoj në Zvicër. S'po du morrej shumë patriota dhe se marrin shqiptar të vot me njerë. Po Gurbeti? Gurbeti çka t'jep që nuk t'jep vendi? I ka të mirat e veta edhe Gurbeti. Absolutikisht që po. Vetë faktin biznes, kemi mund të zhvillu një biznes i cili ndoshta në Kosovë në asaj kohë ka qenë pak më e vështirë. Një biznes ma i organizuar, ma i strukturuar, ma me vërtytet profitabile, ndoshta të jep një shkollim më cilësor, të cilën se kemi pas në për fatkesh përpara, më po flas gjithmonë, ku më po flas gjithmonë ata që pas shlirimi në Kosovë, akoma po shliru Kosovë, se tash mos e shliru Kosova gjithat mirat janë në Kosovë. Nuk do të mi po gjithçka të terr. Se mu po mbret kjo pak se jem qytetari që atij vendi, edhe thash edhe një herë përmes me të pru shumë atë dashurinë që kemi ndaj atij vendi, nuk ka gjithçka zen atë vend. Jo. Nuk ka gjithçka zen. Edhe në kohë ka herë më shëvëbre se s'ka derë se është vendi si shqiptar. Po vetë fakti, në fakt që flasim shqip pa tut, pa fri, nuk është zi. Absolutikisht që jo. Të tjera të bëhen. Absolutikisht që unë thash edhe një herë, unë në moshën 13 vjeçare më ka ra me ikë pikë Kosovë që do të thotë që kam përjetu pak një farë pjesë në Kosovë. Tjetër sama, dhe këna klasën e 7 gjizitorin e dytë, kurse e di se çka është me mshef librat ose po t'i nxan një serb, ose një polit serb, e di çka do më thonë një serb në përfshat i vetëm edhe mos më kuzof asnjë me këshirën sy pas me thonë gjë. Se zi sa po kupton. E le dhe më ta nxon një libër gjeografisë apo Skënderbeut në çantë. Po kole pa modë. E kom përjetu për fat këtë pjesë. Je falenderues në jetë? Shumë. Pa konë falenderues, nuk je mirënjohës. Kërkon falje? Absolutikisht që po. Kujt i kërkon falje për momentin? Kujt i kërkoj falje për momentin? E di që po të shikojnë shumë, e di që të shikojnë edhe familja, edhe vllaznia. Po patjetër, edhe kanë që di familja kam thotë që është për parimi, ka që të ka pranuar më bëj intervistë, faktikisht tash edhe një herë, po gjithmonë kam ndaj pak si largë. Ka orë koha, jo, ka orë koha të flisni ju. Edhe shumë faleminderit, edhe një herë po them shumë faleminderit që po japni mundësinë mirëgatës tonë që më shpreh, më i dhon ato ide të veta, më kallëzuar rritjet e veta. Po unë ku i kisha kërku falje ke fjala, pyetja. Ndoshta e kisha kërku falje asajna që kur them asajna në pjesën e jetës të kaluame që nuk i arriti, kisha kërku babes falje më shumë. Babes? Po, babes, më shumë e kisha kërku falje për çdo sa. Edhe një fjalë ndoshta që nuk ja kam marrë shumë për seriozisht, se kam qenë edhe fëmijë. Po kisha kërku babes falje që pse thash edhe një herë më ka dek moshën 42 vjeçare, edhe është kjo pjesë që më prek mas shumë të në ku ti një ku dal jetoj me emrin e tina dhe me fjalët e tina në shpirtin ta. Kisha kërku për falje për indet tanë vetëm aty ku aja kanë një vetën i veksum në përgjigjet e mia. Absolutisht.
Jeta pa babaj? Shumë e vështirë. Shumë e vështirë, sidomos me një moshë caktuar. Se në një fjalë në për fshatrat Kosovës që fëmija thojnë një fjalë popullore, jetë jetim për nonën, po jo për babën. Unë kisha më thonë që është njësoj janë, si nona, si baba janë prind. Njoni me tik duket që do ka këput njëna pjesë e trupit. Kështu që shumë vështirë. E vështirë pa prindin është shumë e vështirë. Sepse je duke u rrit pa pas këshillën e një burri tamam i cili ta thotë stop, këtu e ki keq, këtu e ki gabim, këtu e bën e pa drejt, këtu e bën me qëllim, nuk duhet me bën me qëllim se hyngjëna me tjetrin ose bën vepër që nuk duhet me bën. Domethënë fjala e prindit apo këshilla e prindit merret pak më serioze, merret pak më me qëndrim strikt, baba po fol ose nona po fol. Jo që ata pa tjetër do të na përcjellin tonë jetën dhe këtina me një moshë caktuar, po si do që tjetë ti je fëmijë i prindve tu sa ti jesh ymër që ke për me jetu. Ata ti për ta je fëmijë tyne. E ke nëzvan vetën ndonjëherë të folë me babajnë? Pas vdekjes? Po. Për fat keq jo, dhe shumë e kërkoj. Shumë. Shumë e kërkoj. Pra po një ato ka to fjalë popullore që thojnë ku po kishe qef, ku po pa tjetër po kërkoj që dikon me pas, në ondër nuk po dhe ke kur. Në gjithë syrë si besoj shumë ondër, dhe të drejtë. Po si do që tjetë ja për fat keq. Me gjithë vullnetin që e ko me pa një ditë me qësh më kish pa i musët si burë, qësh më kish pa musët në këtu parimet e mija të sodit, s'ka kish mujtë. Ka qenë një shumë i respektuar prindi jam, krejt fshati, krejt aja zonat e kanë respektu, ka qenë një shumë bondor, një shumë i artikulushëm. Edhe kisha pas që me ditë njërë se çka kish menu mu përballë si babë e birë me një diskutim. Çka mendon që kish mendu? Mu ma mërmenja që vërtytet e tina i në të mundu me përcjell. Mu mendoj që kish më qenë shumë i knaqë. Sa i gjithmonë e ka desht punën. Edhe gjithmonë i ka thonë jo ofendimit. Edhe gjithmonë ka qenë njëri pa fjalë. Prindi, kur ta ka thonë një fjalë, ka qenë dasht me kalu një orë derisa të japsh përgjigjen, se ka qenë njëri që njërë ta ka thonë jo 3 herë. Një fjalë që ti e mban mend? Babës. Edhe pse ke qenë moshë të ri. Po, e majnë mend një fjalë që më thotë kështu, nëse që rren, je frikacak. Nëse që ti rren, je frikacak. Nëse që thutë vërtetën, ti nuk rren, sepse ti je i vërteti. Këta më ka thonë gjithmonë, dhe gjithmonë bazona në këtë pjesë. Edhe me këto hecë atje. A gjithmonë hecë, nuk rrej. Sa bukur. Ja nuk rrej se më do këtë vetja i frikshëm. Do këtë vetja frikacak për vetë faktin, që gjithmonë thonë, nëse që rren sepse je frikacak. Nuk je vetvetja. Njeri ku rren nuk është vetvetja, ku dash nga vetvetja, do më thonë ti patjetër që ki mëran këtë pjesë. Realisht, unë e di edhe shikuesi po na shikojnë, e keni bë krenar për shkak se profesionin dikur që ai e ka pas, jo se të gëzon edhe shumë ma shumë se ai. Po. Edhe jo në vendlindje, përveç në vendlindje, edhe në vendin e huaj. Shumë e vërtet. Edhe mu në më mërmenja që kesh me qenë shumë i knaqë në këtë pjesë. Ti si baba, si je? Unë si baba, të të pyjtë fëmin, mirë jam. Unë sot kam fatin që ti kam 4 qika. 4 qika? Po. Një unë ndërta mënu me shty edhe me përkra në rrugtimin e sajna në muzikë. Për vetë faktin që jemi në një shtet ku pa tjetër kam qef dhe dëshiroj që ti lidhe gjithmonë me kulturën. Po që na jam me një organizat vallëzimit, po që na jam me një organizat teatr apo me një asociacion ndryshëm, gjithmonë e kom bërë maksimumin që ti përkraj edhe do i përkraj gjithmonë. Ndoshta jam i prem, më thëmi, jam pak strikt, në të kuptimin asaj po jo, me mja vot kuptueshme gjyrën e bardhë më të zezën që ka ndallim njëna me tjetër. Po në jetën e përditshme jam edhe shumë i urtë, jam shumë i butë. Unë mendoj kështu me thëmi që do Ke thonë fjallët që ti ka thonë babaj që i përmene edhe... Gjithmonë lidhna të fjallët e prindit. Gjithë do mënë edhe ato fjallët që ti ka thonë një thu prapë babaj. Absolutikisht që mendona me edhe prindim ka thonë shumë fjallë, për fatë mirë se kam qenë në një tip lloj quni i cili më ka marrë problematikë që gjithmonë më ka ngatina, më ka marrë mas vetës, edhe gjithmonë ka folë me mu shumë, se kam qenë njëna ndër ata vllaznit që unë ma shumë kam bo pyetje. Ma shumë pyetje? Po, dhe më shumë shikon të nga njëtë. Qa të interesant ty kjo me ditë? Po bab, kupta, din, ndoshta njëri në ku të rritësh të regojnë, mësë po mara, kena ko. Se kemi qenë gjithmonë të rezervun për sistemit, për asaj kohë,
Më shumë kam shumë përjetime të kësia ku na ndalëshin me traktor, se në atë kohë me traktor bëjshim udhëtimet, na ndalëshin serbët. Kishte frikë shumë, s'kishte lej qarkullimet. E majnë ma njëherë, na ndalun me një fshat që quhet Junik, aty unë i kam dajt nga Juniku. Edhe u të meru prindi, tha, s'mund të ikim kësaj punë, edhe ndalun isha si fëmijë, edhe nga njerë lidhna tek ajo që fëmija më shumë për mante mend të këqija të sa të mirat. Kështu, unë mendoj për tek vetvetja. Edhe i kërkun patent shoferi. Tha, cilin për e dënë. Kishte një sejtër vesh, tha, cilin për e dënë, edhe i ra shuplaka i serbi. Bëvaj? Pa, i ra shuplaka në traktor. Tha, ti po bajgare, tha, mu tham po thëm të lenë, tha, unë të thashtë me shako që nuk e kom kur një, unë tha thashtë cilin për e dënë. Edhe jam ma pat hupe një farë apetiti me pa diko të ju të rea babës shuplak. E ranë? E ranë, më të vërtet e ranë. Po ja që s'kanë bo ata, i kanë bo këta se janë ata. Po shqyqër që i dojnë në bura dhe i largu nga sa fisë efektive. Qka është dashuria për përparimin? Gjithçka. 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 Dashuria është kurmacioni i një jetë. Më mëndaj që është kurmi jetë dashuria. Ki e shpirtin e varfër apo të pasën? Ja, bre, kam shpirtin shumë të pasër. Edhe një ditë më tha një mjek, tha ki zemrën e madhësh. Bo në i kontrolë kardio-sportive, më tha betoj që ti ki zemrën e madhësh. Kështu që kam bërvan me më ku një basën. Për ata që kanë shpirtin e varfër, qa me ndonë? Vetë fakti që kam zemrën e madhë, më isha me da pak me ta. E mi shtin zemrën të ebë dhe ta, që më botë mirë. Se faktikisht këtë jetë jemi kalimtarë dhe kështu që t'jemi sa ma shumë afër njëri tjetrit, se mesazh jepi çdo qytetar i dashur të Kosovës. T'jemi sa ma afër njëri tjetrit. Sa ma? T'jemi sa ma afër, ta dujmë njëri tjetrin. Ose ja kthejmë shpinën, mos ja kthejmë shpinën prindve. Si bashkëshort, jemi, mundohesh? E im shoqë më thotë që po. Thotë. E mirë ka puna. Po. Mirë më thotë, po mirë thotë. E bukur edhe kjo, për shkak pse po e them, kemi pa shumë raste sidomos në Kosovë të ndryshme. Sigurisht. Prandaj e hapa edhe si ti. E bukur që njerëzit që kanë arrit janë të pjesën kryesore kanë familje. Që ato është trungu i familjes. Prandaj edhe për them si mesazh që mos të harrojmë të kalumen, mesazh i fortë, ju shalut këtë shqiptarëve të mi, që mos të harrojmë të kalumen. Mbi gjitha të kalumen mos të harrojmë, ta dujmë njëri tjetrin, ta dujmë familjen. Që tash e kemi një etapë ku duhet me e kalu, që me tregu që jemi të lidhën. Kur ma nevojë populli, ja nuk ka pasur që tash më konë të lidhën. Që mos ta përçojnë partitë ndërveti, ja bardha, ja zeza, ja kuqja, ja verdha, toni mi shqiptar, toni mi bashkëtonimi për një qëllim. Edhe një pyetje të fundit do ta bëj, prej kohës kur ke dalë, domethënë jashtë ta ke lënë vendlindjen deri sot. Gjithë këto vite, gjithë këto hapa të jetës, çfarë mesazhi ose çfarë ke mësu për me vazhdu gjatë jetës? Çka kam mësu? Kam mësu që mos më dërzu kur. Edhe është një term i cili quhet mbrojtje një për tonë tonë për një. Kështu që në momentet e caktuara duhet me lyp edhe ndim ku je me të vërtet nevojtar për atë punë. Kështu që mos më dërzu, më kam mësu shumë jetë. Shumë kam mësu, mos më dërzu. Po, mos dërzimi nuk do të thotë që je pa tjetër i parëdzushë. Ja, absolutikisht që jo. Po do të thotë që nuk dënë me përjetu ato që e ke përjetu. Edhe mos më dërzu, e që për para. Përparim, fakt, minutat po shkojnë shumë shpejt, unë e di që kemë s'ka flasim shumë bashkë, po nuk do jetë e para. Nëse jo këto do të presim në vendlindje, nëse jo në vendlindje prap ti do na presësh këto. Falënderit që na ke hap derën, edhe trujt Zoti çdo hap jetës bashkë me familje dhe të kemi kësi shqiptarë sukses shumë ku do në botë, ku do që flitet jo vetëm shqip, po edhe në gjuhë tjera, po tjetë një shqiptarë. Shumë faleminderit juve për vizitën që na botë edhe një herë. Shoqëri që kemi, pas që me jetë gjatë gjithëve, ta kemi këtë dashamirësinë e veti edhe inshallah na zgjat shumë tonë. Pra, shikues dashur, prej me Guzën Shalës, prej emisionit Ëndër, ju them, rrini
kështu njihet vetëm me dashni, për shkak se dashnia është gjëja kryesore, është ai uji që e ujit lulen për me kanë tamam lule përparim. Për shkak se nëse nuk i kemi dashurinë, atëherë edhe lulja në fakt do thahet. Edhe njeriu thahet pa dashni, sidomos në zemër. Jeni falendërues, jeni mirënjohës edhe ndjekni ëndrat të cilat i keni. Nëse nuk arrini aty ku dëshironi, unë me kalu pak një rrugë tjetër, po prapë do jeni aty, me durim. Padyshim kur jem të falënderimi, të falenderoj juve shikuesve, falenderoj famën, falenderoj ekipen ton dashur që i kemi, edhe falenderit po ashtu Rentacaritoj, cilën e kemi marrë rrugën prej Kosovë me arë këtu. Falenderoj Therpicom, deri javën tjetër, gjithmonë thëmë, esni me Zotin e jetë.